Një atentat me armë zjarri ndodhi mbrëmjen e së dielës në fshatin Ril të Lezhës, ku qëllua me bërshëri plumbash në drejtim të një berberhaneje, nga ku mbeti i plagosur 30 vjeçari Sokol Daci. Ngjarja ndodhi rreth orës 21 dhe sipas burimeve janë përdorur 2 armë zjarri, ndërsa nga të shtonat dyshohet se ka mbetur i plagosur në këmbë dhe një person tjetër, i cili mendohet të ketë qenë shënjestra e sulmit me armë. Pas ngjarjes ai është larguar dhe nuk është paraqitur në spital, ndërsa policia po ushtron kontrolle në spitale dhe klinika private, ku dyshohet se ai mund të ketë shkuar për mjekim. Për të verifikuar diçka të tillë, ekspertët e policisë u kthyen sërish para ditën e kësaj të hënë në fshatin Ril, pranë biznesit ku ndodhi atentati me armë zjarri, ku morën gjurmët e gjakut në vendin e ngjarjes, të cilave do t'ju bëhet ADN-ja për të parë nëse kemi të bëjmë me një person tjetër të plagosur dhe identitetin e tij. Ndërkohë nga tërësia e veprimeve hetimore zbulohet se autorët kanë qenë 3 persona. Ata kanë ardhur me një automjet tip Audi dhe njëri prej tyre ka qelluar me breshëri plumbash në drejtim të berberhanes, brenda së cilës ndodheshin 4 persona. Nga veprimet e kryera rezulton se në momentin e atentatit ka qenë rastësisht edhe një efektiv policie, i cili ka deklaruar se ka qelluar për të neutralizuar autorët, por pa arritur t'i identifikojë ata. Nga të shtonat, 4 plumba kanë prekur edhe 2 biznese të tjera përballë berberhanes, por fatmirësisht personat që ndodheshin brenda kanë shpërtuar mrekullisht. Për zbardhjen e ngjarjes, policia po kryen një sër veprimesh hetimore, ku janë shoqëruar dhe po merren në pyetje disa persona, po ashtu po analizohen kamerat e banesave dhe bizneseve në zonë për të parë lëvizjet e automjetit të autorëve para dhe pas ngjarjes, teksa në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar rreth 40 gëzhoje automatiku dhe pistolete. Ndërkohë, berberi Sokol Daci ka marrë 3 plumba në pjesë të ndryshme të trupit dhe po merr mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku mësohet se ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha në gjendje të stabilizuar. Ai ushtronte profesionin e berberit prej vitesh dhe nuk njihet si person problematik apo me precedent të mëparshëm penal.